e ke lanë alarmin, mirë po nuk të ka dalë gjumi me falë sabahin. Ndodh, Allah na rujt, për shembull sheh anër që jetu e falë sabahin edhe truni jyt e regjistron që veç e ka falë sabahin edhe vazhdon gjumin. A ndodh kjo? Ndodh, gjithkund ai ndodh. Kur me falë tash? Kjo i ka ndodhur Muhamedit alayhi salam me shokët e tina, ju kanë udhës, edhe është vrejt lodhja atyne. Pastaj i ka thonë Muhamedi alayhi salam shokëve tina, kush prej juve po na erun neve sabahin, atë kuptimin kush po rrinqut për me mujt më qun sabah. Ka thonë Bilal radhiyallahu anhu, ka thonë unë ja Rasulullah. Edhe ka flajt Muhamedi alayhi salam edhe shokët e tina. Kur është shu Muhamedi alayhi salam, është shu pasi që ka dal dielli. Tani ka thonë o Bilal, që është puna? Ka thonë Bilali radhiyallahu anhu, ka rrok ajo që ju ka rrok juve ja Rasulullah. Gjumin atë kuptimin ka mujt gjumi. Pastaj e ka falë Muhamedi alayhi salam sabahin. N'bazë si të kujton që e ke harru ose të ka marrë gjumi, je qu si të quash e falë sabahin. Tash pyetja e fundit, je qu kur je qu e ke pa që veç të ka ik sabahi. Ka thonë hajt po flaj pra edhe pak, masi ashtu kështu pas ka ik, po flaj edhe pak edhe fali pak ma vonë. A prish punë kja? Allah na falë të musliman. Në bazë duhet me falë si të kujtash. Mirë po një shtim i shkurt në ta nuk prish punë me lejen e Allahut azza wa jall. Allah na falë të na ndihmojë gjithmonë.